Përshëndetje miq të peshkatarit, sot ndodhemi në breg të detit për të testuar një nga kallamat tanë autoktonus me hedhje, pra me casting, deri në limitet e tij. Ky është një kallam prodhuar nga Tubertini, dizenjuar nga ne. Është një kallam me 3 pjesë, material karbon dhe ka aksion 200 gram. Gjithashtu ky kallam është i gjatësisë 4.2 metra. Do ta testojmë atë duke filluar me gramaturat nga 125 gram deri në 200 gram. Le ta provojmë. Si fillim, provojmë me plumçen 125 gram. Është një nga plumçet që përdoret më shpesh nga peshkatarët. Si fillim me 125 gram. Është një kallam shumë i fuqishëm, 3 pjesësh. E zbrazëm pothuajse gjithë bobinën. Pra me 125 performancë e lartë. Sa po të na vi plumqa, do t'i ndrojmë plumqën, do kalojmë me 150 gram. Zakonisht kjo plumçe 150 gram apo 175 përdoret zakonisht ku ka det. Pra ata të cilët nuk janë fansa të ganxhave mund përdorin sferat me këtë gramaturë. Sfera është një plumçe e cila mban det, ose piramidat. Unë personalisht nuk jam fansi ganxhave, sepse gjithmonë në tregje mund të ndodhi që të dëmtosh kallamin. Kalojmë në plumçe 150. Plumçet i mbajmë në xhep, 150 gram. Si që thash, da çojmë në limite, pra do çojmë në 200 gram aksion, por me radhë të gjitha gramaturat. Dua të përmend që ky është një kallam limited edition, pra prodhohet në numër kufizuar sasie, çiftesh, pasi së shpejti do dalim me një projekt të ri të kallamave. Okej, pra 150 gram. Gjithmonë para se të bëjmë hedhjen, duhet kemi kujdes që mos e përdredhim fijen tek unazat sipër, pasi mund të dëmtojmë kallamin. Ndodh shpesh kjo gjë, nga pakujdesia që të bëjmë peshkatarët. 150 gram. E zbrazëm bobinën. Mbas 150 vjeçës, unë them të shkojmë në limitet e tij, se mendoj që ta vendosim 200 gram kësaj radhe. Okej, kalojmë në 200 gram. Kallamat këtu duket çuna tek hedhjet. Po hedhjet që ti karikojmë, jo hedhje kështu amatoreske. Ne përpiqemi që ti çojmë në ekstreme. Këtu kemi plumçen 200 gram. Ja pra çuna, tashi me 200 gram. Gjithmonë majën, kujdes, sepse ndodh që fija të përdrivet aty në maj. Okej. Jemi me 200 gram aksion në limitet e kallamit.
plumshe 200 gram, aksioni 200 gram. Kuptohet që distanca tashmë ishte më e vogël, sepse 200 gram do shumë forcë për ta hedhur. Edhe për ta rikuperuar duhet pak forcë. Këto kallama mund t'i gjeni fizikisht në dyqanin ton, Peshkatarja L që ndodhet tek shesha Avni Rustemi, te rruga Hoxha Tasim, ose mund t'i porosisni online në faqen ton peshkatari.al, ose dhe në Instagram patjetër. Sepse shumë veta e kanë më kollaj për t'i porositur në Instagram, mjaftojnë të çojnë të dhënat e tyre ose në WhatsApp dhe ne bëjmë delivery, pra bëjmë dërgesa në Shqipëri dhe në Kosovë. Kështu pra çuna, kallami autoktonus nga kompania Tubertini, një super kallam, e theksoj është një version i limituar në sasi, kështu që ta bëni gati, ta bëni tuajin, sepse e merrni me super çmim, siç u thash, në dyqanin ton fizik ose online tek peshkatari.al. Qëllofsh.